dashur teleshikues, ju përshëndes, po japim lajmet në televizionin 4+. Nxënësit e klasës së 8 të shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë Nebisefa prezantuan sot projektin me temë Shqipëria në vitet 1945-1990. Një rrugtim bardhëzi ndër vite e cilësuan nxënësit këtë projekt. Shkolla jo publike nënshkruesi pavarësisë Nebisefa ka si strategji të saj të mësuarin me bazë projektin, një metodë bashkohore e cila përfshin aftësi të shumta të nxënit. Nxënësit e klasës së 8 prezantuan sot projektin me temë Shqipëria në vitet 1945-1990, para nxënësve, prindërve, mësuesve dhe drejtorisë së shkollës. Veçantia e projektit ishte se nxënësit kishin përfshirë të gjitha lëndët mësimore në analizën e aspekteve të ndryshme të jetës, si ekonomia, arsimi, sporti, muzika, shëndetësia e të tjerë në periudhën e sistemit komunist. Një rrugtim bardhëzi ndër vite e cilësuan nxënësit projektin. Ky projekt ndërlindor është një udhëtim në përhijet dhe dritat e një epoke që kalon gjumë të bashkëshme në kujtesën kolektive të popullit shqiptar. Nga shuma të ardhmeve të luftës së dytë botërore deri te jeshtarat e një regjimi të mbyllur, do të përpiqemi të rindërtojmë mozaikun kompleks të jetës në Shqipëri gjatë viteve 1945-1990. Si në një film bardhëzi, do të rishohen fytyrat e qytetarëve të thjeshtë, rrugicat e boshatisura të qyteteve, propagandën që kumbote nga altoparlantët dhe libra që censuroheshin në hije. Përmes një syri kritik, por edhe një djeshmërie njerëzore, do të analizojmë ndikimin e diktaturës, izolimin të skajshëm dhe zhvillimeve politike e shoqërore që formosuan jetën e përditshme. Shkrimtarët nuk lejoheshin të flisin për diçka tjetër përveç luftës nacionale qeveritare. Ato ishin disa nga temat më të rëndësishme të asaj kohe. Ideologjia dhe krijimet e gjuhës shqipe duhet të ishin vetëm në krye me regjimin komunist. Zakonisht ishte një kemi artizanale ku përdoreshin ngjyrat natyrale, pesticidet, sufuri dhe gëlqeja. Më pas, mbas vitit 1945, mbas luftës së dytë botërore, ajo ka pasur një evolim të madh. Me ndihmën e Bashkimit Sovjetik dhe me Kinën ka pasur një zhvillim të madh ekonomik. Kjo gjë ka ndodhur në këmbëljen e madhe që ka pasur Enver Hoxha bashkë me shtetin për një vit mjaftueshmëri sa më të madhe. Mësuesit shprehen krenarin për nxënësit që tashmë kanë mendimin e tyre kritik, bashkëpunimin dhe kreativitetin. Shkollën tonë është në traditë zhvillimi projekteve brez pas brezi dhe vit pas viti dhe për çdo klasë. Kështu që kjo traditë shumë e mirë në shkollën tonë, edhe klasa 8 e përcolli mjaft bukur me nivel shumë të lartë, duke përfshirë të gjitha lëndët. Dhe patyshim, më interesante ishte që këtu përfshin të gjithë nxënësit, pa preshtit. Dhe së fundmi, qershia mbitor të ishte patjetër përfshirja e të gjithë nxënësve në lëndën e muzikës, ku këngët e vjetra, të cilat në gjithmonë ato shpeshherë ndonjëherë ne dhe i harrojmë, por ka atë shtetin të banit kombëtar, të cilat ato kurse si nuk do të harrojnë, pavarësisht se e reja gjithmonë ecën dhe triumfon. Ju falenderoj shumë edhe unë juve, dhe vazhdoni dhe rrezatoni siç ju dini, dhe pak fare me pak fjalë, jo me shumë. Kur jemi asnjëherë nuk kemi fjalë. Faleminderit shumë edhe prindërve që ishin këtu. Faleminderit, jeni shumë mirë. Komisioni i Ankimimit dhe Sanksioneve vendosë rinumërimin e të gjitha kutive të qarkut Fier, pas kërkesës së 2 antarëve të Partisë Demokratike, Qefa dhe Braho. Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve ka vendosur rinumërimin e të gjitha kutive në qarkun e Fierit. Vendimi u mor pas kërkesës së 2 antarëve të Partisë Demokratike, Qefa e Braho në Komisionin e Ankimimit dhe Sanksioneve. Kështu, do të rinumërohen votat e partive politike dhe të kandidatëve në qarkun e Fierit. 587 kuti do të rinumërohen për partit dhe kandidatët preferencial. U konsultua, vendosi me shumicë votash të rrëzoj kërkesat si të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore në lidhje me hapjen e kutive 3 qendrave të votimit 3020, 3134 dhe 2903. Gjithashtu dhe kërkesën e Nismas Shqipëria bëhet për hapjen e të gjithë kutive të qarkut Fier, si kërkesa të pambështetura në ligj dhe në prova.
Mirë, po duke shfrytzuar kërkesat e pikës 3 të nenit 136 të kodit zgjedhor me kërkesë të 2 antarëve të KAS-it, i kërkohet administratës që të kqyri të gjitha kutitë e votimit të qarkut fier për subjektet zgjedhor dhe kandidatët për votat brenda vendit. Të gjithë kutive të votimit. Kutive të votimit, fletëve të votimit. Për subjektet dhe kandidatë e qarkut fier. Si në rastin e qarkut Tiranë. Kështu që merrni masat që me marrimin e qarkut Tiranë të vazhdojmë në radhë me kqyrjen e gjithë kutive të votimit të qarkut fier. Kështu që seancën e radhës dhe orën do ta lëmë në varësi të përgatitjeve që do dhe administrata për të organizuar këtë proces. Me kaq e deklaroj mbyllur edhe këtë seancë. Faleminderit. Qeveria miraton programin për punësim në administrat. 600 të rinj do të trajnohen me pagesë. Qeveria ka miratuar programin kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet publike, me qëllim trajnimin 3 mujor dhe më pas punësimin me kontrata 1 vjeçare të rinjve. Emigracioni i lartë dhe papunësia në radhët e të rinjve ka shtyrë Ministrin e Shtetit për Rinin dhe Fëmijët të bëjë këtë propozim që u miratua nga Këshilli i Ministrave. Qëllimi është përfshirja në një eksperiencë dhe integrimi të rinjve profesionist në administratën publike, qendrore dhe vendore. Programi parashikon 3 muaj trajnim dhe 1 vit punësim me kontratë. Praktika dhe viti kontratës do njihen edhe si vjetërsi pune. Çdo vit do trajnohen 600 të rinj të moshës 21 deri 29 vjeç dhe vetëm 250 prej tyre kualifikohen për punësim sipas klasifikimit nga institucionet përkatëse. Kriteret që duhet të plotësoj aplikanti për të bërë pjesë e këtij programi janë mosha 21 deri në 29 vjeç, të jetë diplomuar në ciklin e parë apo të dytë të studimeve, të mos ketë qenë pjesë e programit në thirrjet e mëparshme, të mos ketë qenë i punësuar në institucionet e administratës shtetërore në të shkuaran. Përzgjedhja e praktikantëve për efekt të punësimit përfshin deri në 200 praktikantë për institucionet e administratës shtetërore, 50 praktikantë për institucionet e tjera publike. Praktikanti për të punësuar për 1 vit duhet të ketë përmbyllur me sukses praktikën 3 mujore dhe programin e trajnimit pranë administratës, ndërsa përzgjedhja e tyre do të kryhet nga secili institucion pjesëmarrës bazuar në vlerësimin e performancës. Të gjithë praktikantët do të trajtohen me pagesa ditore deri në 500 lekë dhe ushqim për ndjekjen e praktikave. Në të gjithë administratën publike, sipas Institutit të Statistikave, janë të punësuar mbi 184.000 individ, por referuar Institutit të Statistikave mbi 19.1% të rinjve deri në 29 vjeç ndodhen aktualisht të papunë. Konferenca e kryetarëve të gjykatave të larta po mbahet në Vlorë në datat 9 dhe 10. Presidenti Begaj thekson pavarësinë e gjyqësorit. Po mbahet në Vlorë konferenca e kryetarëve të gjykatave të larta me përfaqësues nga Evropa qendrore dhe lindore. Marrin pjesë mbi 20 kryetarë e gjyqtarë të lartë. Të pranishëm janë presidenti Bajram Begaj dhe ministri i drejtësisë Ulsi Manja. Në fjalën e tij, presidenti Begaj përshëndeti konferencën e kryetarëve të gjykatave të larta të Evropës qendrore dhe lindore dhe vlerësoi rëndësinë e saj si një hap i rëndësishëm për dialogun ndërgjyqësor, shkëmbimin e përvojave dhe forcimin e bashkëpunimit në drejtësi. Vlerësoi këtë nismë të kryetarëve të gjykatave të larta të Evropës qendrore dhe lindore si mjaft të dobishme për dialogun, shkëmbimin e eksperiencave më të mira dhe bashkëpunimin në fushën e drejtësisë. Ju, gjyqtarët më të lartë, mbani misupe një përgjegjësi mjaft të madhe. Jeni garant të drejtësisë, duke siguruar respektimin e ligjit, ruajtjen e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve, si dhe ndërtimin e besimit publik. Ky rol kërkon profesionalizëm, kërkon integritet dhe një ndjenjë të lartë dhe të thellë përgjegjësie publike. Aspiratat tona për drejtësi janë të përbashkëta. Qytetarët tanë presin dhe meriton drejtësi të paanshme, të barabartë, transparente, efikase dhe të shpejtë për të gjithë. Një drejtësi e vonuar, në fundit është një drejtësi e mohuar. Prandaj, roli gjyqësorit bëhet edhe më i rëndësishëm
teksa shoqëritë e vendeve tona përballen me një larmishmëri sfidash. Këto sfida, komplekse në natyrë, shpesh kërkojnë një mendim juridik që mundi të kalojë edhe kornizat ligjore në interpretim. Ato kërkojnë jo thjesht zgjidhje juridike, por edhe një frym që reflekton vlerat tona të përbashkëta demokratike. Në këtë kontekst, pavarësia e sistemit gjyqësor ka rëndësi jetike. Ajo nuk është privilegj apo ekskluzivitet i një posti, por është themel i demokracisë, garanci e panshmërisë së gjykimit dhe kushti domosdoshëm për një drejtësi që u shërben qytetarëve. Lideri serb Dodik arreston kundërshtarët, prangoset për korrupsion kryetari i Partisë Demokratike Serbe në Bosnjë, Milicević. Vihet në prangat e policisë Milan Milicević, kryetari i Partisë Demokratike Serbe, partisë më të madhe opozitare në Republikën Srpska të Bosnjës dhe Hercegovinës. Ministria e Punëve të Brendshme e këtij komuniteti njofton se oficerët e drejtorisë së policisë kriminale në mbikëqyrjen e Departamentit Special për Luftimin e Korrupsionit dhe disa departamenteve të tjera kryen aksionin duke vënë në pranga Milicević dhe 2 shtetas të tjerë në ndyshimet se kanë kryer vepra penale të ndikimit dhe pranimit të rishfetit. Në njoftim thuhet gjithashtu se oficerët e policisë kanë sekuestruar rreth 45.000 euro gjatë hetimeve në 6 muajt e fundit. Këto para thuhet se buronin nga veprimet korruptive. Sipas Partisë Demokratike Serbe, arrestimi Milan Milicević është një përpjekje e dukshme për friksim politik, duke krijuar kaos dhe dhunë kundër vullnetit të shprehur të qytetarëve. Gjykata e Bosnjës dhe Hercegovinës me seli në Sarajev e ka dënuar Dodik, presidentin e komunitetit me shumicë serbe të Republikës Srpska me 1 vit burg dhe e ka ndaluar atë të merret me politik për 6 vjet për kundërshtimin e vendimeve të dërguarit ndërkombëtar të paqes të vendit Christian Schmidt, gjë që përbën një akt kriminal. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.